Erion Braçaj i është rikthyer fushatës së tij, fiksimi të vjetër për të bërë ministër i bujqësisë, megjithse është deputet në njësinë 5 në Tiranë, një nga njerëzit më të votuar në kryeqytet, vazhdon dhe merret me domatet, specat, trangujt, me prodhimet e fushës e të tjera, dhe këtë e bën duke luajtur me çmimet, me tregun dhe shitjen e fruta perimeve. Në një postim të fundit, por dhe atë që do të vijë në vijim për të kuptuar cila është loja e Erion Braçës. Këtë e pam në një postim të fundit, por dhe atë që do të vijë në vijim për të kuptuar cila është loja e Erion Braçës. Nuk ka qëllim as hall të madh çmimet, se po të kishte atë hall, do të merrte nisma ligjore. Është deputet, ka qenë së vendës kryeministër, nuk bëri asgjë, thjesht dhe vetëm përmbysi karrigen e tij. Këto veprime janë fiksimet e vjetra të Braçës që kërkon o postin e ministrit të bujqësisë Orash Shefdiqa. Tashmë ka dalë një nga njerëzit më të votuar dhe me këtë lloj presioni kërkon të rikthehet në kabinetin e Ramës. Nga ana tjetër, ai në postime flet për strategjitë e bujqësisë, fushat e prodhimit, si duhet të rikthehemi, pra me një koncept thuajse të menduar mirë për të treguar që ai është gati të marrë dhe administrojë një ministri si ajo e bujqësisë. Me shkrimet e Braçës gjërat bëhen tak fap sot për nesër, me një letër, ndërkohë që nga partia e tij në pushtet për 12 vite, investimet për bujqësinë janë nga më të ultat në rajon, pa folur për nivelin evropian. Por të shkuar më tej se për shkak të mungesës së subvencioneve dhe mbështetjes për sektorin e bujqësisë, janë me qindra mijëra fermerë dhe banorë të fshatrave dhe zonave rurale që janë larguar nga vendi, e kanë braktisur, nuk mund të punonin ditë dhe natë dhe në fund të mos ngopnin as barkun me bukë. Tani Braçaj ka një strategji të qartë, mendon se mundet që me lojra të tilla të kap kolltukun e ministrit, se po të kishte hallin e fermerëve, do të fliste kur ata protestonin, do të shkonte ti mbështeste, do të merrte nisma ligjore dhe do të fliste sistematikisht. Jo, kujtohet për fermerët sa herë ngrihet mendja për të bërë ministër bujqësie apo i shfaqen në ëndër makthet e vjetra në karrigen e zëvendës kryeministrit.